Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Raportet midis shqiptarëve dhe Shteteve të Bashkuara kanë qenë gjithmonë raporte gur themeli për fatin e ardhshëm të Shqipërisë dhe të trojave shqiptare. Të gjithë diaspora shqiptaro-amerikane, të gjithë bashkëdhetarët tanë në Kosovë, ndjehen disi të befasuar nga vendimi i fundit i ndërmarrë nga qeveria amerikane për ndërprerjen e dialogut diplomatik me prioritet me qeverinë e Kosovës. Ky akt shihet si mjet presioni ndaj qeverisë të Kosovës apo ndaj Kosovës. Jo më larg se dje, ambasada amerikane pohoi një deklaratë me anë të së cilës linte të nënkuptohet se kjo ishte më tepër presion ndaj qeverisë Kurti se sa vetë Kosovës dhe fatit të saj. Kam ftuar sot në studio ish rektorin e Universitetit të Kosovës, zotin Marian Demaj, për të diskutuar mbi këtë çështje dhe mbi raportet midis qeverisë Kurti dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai vjen pas pushimeve nga Kosova, natyrisht edhe duke qenë atje ka qenë më në kontakt me zhvillimin e ngjarjeve. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. A duket ky vendim i fundit i Shteteve të Bashkuara, si është një farë reagimi ndaj qeverisë Kurti për mos koordinim të veprimeve të saj, që në pamje të parë duken si veprime sovraniste për të ruajtur sovranitetin e Kosovës me miqtan më të mirë Shtetet e Bashkuara? Për mu, një vendim i tillë i qeverisë amerikane nuk është befasues, sepse kjo qeveri, gjithsesi kryeministri Kurti, që nga ardhja e tij në krye të qeverisë, e ka humb atë praktikën e bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe substancial me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë e dimë se kreator i Shtetit të Kosovës, që nga çlirimi, pastaj shpallja pavarësisë, njohjet, inkuadrimi i Kosovës në institucione të ndryshme ndërkombëtare janë rezultat i bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi, ndoshta mund ta them haptas që është ndihmë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çka ne duhet të jemi mirënjohës dhe jo kjo qeveri, po asnjë qeveri nuk gëzon që atë saj mirënjohje t'ja kthej shpinën. Kjo qeveri gjithsesi, ky kryeministër, sikur ka udhëheq një politikë kundër atij partneriteti, kundër atij bashkëpunimi. Nuk këtu janë grumbullu disa, mos tham, mos respektime të udhëzimeve që vinin nga ambasada amerikane, nga kryeministri Kurti, siç është zgjedhjet lokale, pastaj ura e Ibrit, pastaj shumë veprime tjera të cilat vërtet kanë bërë që të vi ky vendim. Herën e fundit është edhe mos tham interferimi direkt i tij kundra deklaratat e tij skandaloze kundra gjykatës kushtetuese, e shumë çka është marrëndësisht një mos respektimi i garancive, cilat edhe vetë i kanë nënshkruar në të marrëveshjen e Ohrit për minoritarët. Na nuk duhet të harrojmë se gjatë procesit të shtetformimit të Kosovës, gjithmonë klasa politike e jonë ka marrë obligime dhe ka dhënë zotime që do t'i mbrojë të drejtat e minoriteteve. Njëkohësisht, në anën tjetër, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë zotime të partnerët tjerë se një shtet i ri do t'i respektoj ato të drejtat e tyre, gjë që kjo qeveri gjithsesi, kryeministri Kurti dhe ajo deklarat i drejtohet, është vetëm një deklarat që theksi vendoset në mos bashkëpunimin dhe marrjen e vendimeve
të kryeministrit Kurti që që e damtojnë këtë bashkëpunim, gjithsesi e damtojnë atë strategjinë për bashkëpunim që është një diçka ma tepër se marrëdhëniet diplomatike që Kosova i ka me shtetin me SBA. Megjithatë, qeveria Kurti ka kryer disa veprime sovraniste. Ju përmendët urën e Ibrit. Për mendimin tim nuk ka asnjë gjë skandaloze se ndërtove një urë tjetër me që ata po kërkojnë që ta pengojnë kalimin në urën e vjetër të Ibrit. Sepse edhe veriu Kosovës është pjesë e Kosovës. Natyrisht, brenda interesave të Kosovës duhet të harmonizojmë me interesat e Shtetit Bashkuara, po interesat e gjeopolitikës amerikane janë përtej Kosovës. Kosova është një shtet mjaft i vogël për interesat amerikane. Duhet kemi parasysh qëndrimin amerikan ndaj Vučićit sikur është përkëdhelur dhe qëndrimi ndaj Kosovës është me tone mjaft forta. Si e shihni këtë ndryshim? Unë edhe në këtë studio kam thënë më herë për përsëris prapë. Çdo hap që mirret në drejtim të shtrirjes së sovranitetit në Mitrovicën e Veriut, gjithsesi në Kosovën veriore, pa bashkëpunim, pa ndonjë sponsorizim nga partnerët tanë, në veçanti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jetë një mos ta quaj një thik në trupin tonë. Sepse, e përmenda pak përpara, ne jemi zotu për t'i mbrojtë drejtat e tyne. Dhe Kosova nuk e ka atë fuqi, atë ta quaj përkrahje që mund të ashtri sovranitetin. Ka qenë rasti, ta them ndoshta fati, që serbët nuk dulen në zgjedhje, fitun shqiptarët me 10 vota, 11 vota që ishte, ta them, qesharake, edhe ka pas mundësi që ai sovranitet të shtrihet, që ai sovranitet është vetëm momental. Tash do t'jenë zgjedhjet me 12 tetor, edhe sigurisht, jo sigurisht aty nuk ka ndonjë zgjedhja 12 tetor si është lënë tani do t'jenë lokale, jo përgjithshme. Ndoshta rrova ta potenciojnë zgjedhjet, mendoj që veç e din, po sigurisht shikuesit nuk e din. Zgjedhjet lokale në shtetin e Kosovës mbahen me 12 tetor dhe sigurisht, po them sigurisht aty nuk ka dilemë të vogël se ato komuna kanë mu kthy në sovranitet edhe në udhëheqje të popullit serb, se janë shumicë. Dhe sigurisht edhe policia do t'jenë gjykata, do t'jetë gjithçka. Mirë, po në ana tjetër, lidhja ose lista serbe në veri ka vepruar në bashkëpunim me Radojčićin, ka vepruar në bashkëpunim me element kriminal, të cilëve për një farë kohë është lënë liri në veriun e Kosovës. Tashi, në emër të krijimit të një gjoja apo të një farë situate të qetë në pamje të jashtme, unë jam dakord me atë që aty ku kanë shumicë serbët sipas të drejtave ndërkombëtare, sipas atyre të firmosura në Kushtetutën e Kosovës, në Marrëveshjen e Ohrit e tjera, të jepen të gjithë të drejtat. Por a çon kjo drejt një përparimi të sovranitetit të vetë Kosovës, apo gjithmonë Kosova do të rritë presi se çfarë do t'i aprovojnë fuqitë e mëdha? Që ajo që ka thuni ekziston, është e qëndrueshme. Mirë po, ajo që veprohet nga ana qeverisë Kurti nuk është legale, nuk është demokratike, as nuk duhet të ekzistojë. Nëse ka faktorë që nuk dyshoj, që bashkëpunojnë me Radojčićin nga lista serbe, ata duhet të nënshtrohen gjykatës edhe organeve të drejtësisë. Jo qeveria të merr vendime, jo të insistohet. Shembulli i fundit, kjo që mos dëgjueshmëria është pikërisht mos respektimi i Kushtetutës. Sipas Kushtetutës,
një nga nënkryetaret e kuvendit të Republikës Kosovës duhet të jetë nga minoritetet. Megjithatë ajo ha diskutim, profesor. Veç ta përfundoj. Po. Edhe aty nuk është realizu, domethënë është shkel kushtetuta sepse kandidatët për nënkryetar të kuvendit të Kosovës deri tash është praktika, në bazë të praktikave dhe është vepru, janë votu pako. Është hera parë që anëzirë nga pako. Ta shtrohet pyetje pse është bërë kjo. Ishte momenti i fundit që u zgjodh kryetari i qeverisë, gjithë prisnim që të kemi edhe nënkryetarit, se nuk është ndonjë funksion i më tepër honorific më tepër është si përfaqësor edhe të konstituohet kuvendi. Edhe sot kësaj dite se kemi të konstituar kuvendin. Pse? Sepse kryeministri nuk dëshiron të largohet nga karrika e tij. Jo, po mirë, ju thoni nuk dëshiron të largohet nga karrika e tij. Po ja, ai e ka pushtetin edhe po të zgjidhet nënkryetari serb, se ka shumicën në parlament. Sidoqoftë. Për atë po them nuk ka kurfar ndikimi nënkryetari i parlamentit. Jo, nënkryetari i parlamentit s'ka asnjë lloj ndikimi, po janë forcat e opozitës të cilat përpiqen e shtyjnë deri në absurd 60 e sa herë seanca për konstituimin e Kosovës, e parlamentit Kosovës, që është... Rafael, partia që fiton shumicën ka dhe obligime që të bëj marrëveshje politike me parti tjera. Edhe dim që politika nuk është asgjë tjetër veç është një mënyrë e balancimit interesave për ta kriju qeverinë. Ajo nga kryeministri Kurti ka mungu që nga fillimi. Gjithmonë me arsye se mu nuk po më lejohet ta zgjedhë kryetarin se unë kam numrat për qeveri. Nuk mundet, përpos në rastet kur fiton mbi 50%, nuk mundet asnjë parti pa marrëveshje politike me udhëheq me shtetin. Këtu unë mendoj, e kam thënë edhe përpara, po përsëris prapë, sigurisht një peshë të fajësisë edhe kanë edhe partit ta quaj opozitare, se ende nuk kemi në pozitë e opozit. Po, themi partit që kanë fitu ma pak vota, që nuk e kanë ndihmu mirë, po normal që partit i kanë interesat e veta, po faji ma i madh i bie partisë madhe që ka fitu 42% vota, duhet të bëj koncesione me partit tjera, duhet bisedoj me ta, duhet, po jo të dërgoj letrat ndryshme, pa ull, pa bisedu, pa ofru, nuk mund të krijohet qeveria, nuk mund të krijohet konsenzusi. Pastaj këtu janë edhe probleme tjera, nuk është veç kuvendi, na kemi në prill zgjedhjen e kryetarit të Republikës Kosovës, aty është edhe një problem tjetër, kështu që janë nisër probleme të cilat kjo qeveri, gjithsesi kjo parti që ka fitu shumicën, është dash tullet të bisedoj me gjitha partit dhe ta gjeni zgjidhje, nëse s'mundet me gjithë zgjidhje, pse jo dhe të mos tërhiqet, t'ju lënë radhën partisë dytë, partisë tretë, ndodhin shumë demokraci të avancuara perëndimore që jo partia që fiton shumicën e krijon kjo ndoshta është mendimi i forcave opozitare në Kosovë, që ja do të rriqen këta se s'kan, se ne e pengojmë, nuk e lejnë bëj qeveri. Shqo, ajo mund të, si thëmë, supozohet, mirë po kjo parti ka obligim me kriju qeverinë, ose me hjek dorë prej krijimit qeverisë. Asnjënën, as tjetër nuk e ka bërë deri tash. Edhe në këtë moment që po flasim, ende nuk e kemi kuvendin e konstituar. Na kemi zgjedhur kryetarin e kuvendit, i kemi edhe 4 nënkryetar nga shumica, gjithsesi shqiptar, duhet edhe një nga pakicat. Gjithsesi këtë rast nga lista serbe. Të marrim qëndrimin aktual të Shteteve të Bashkuara. Ne eram dakord që ky është mjet presioni ndaj qeverisë dhe zotit Kurti drejt për drejt dhe jo ndaj Kosovës, siç e shprehu në deklaratën e fundit edhe deklarata e ambasadës amerikane në Kosovë. Nga ana tjetër, ky presion politik, ky presion ndaj qeverisë,
a mund të shkaktoj probleme ekonomike në Kosovë? Probleme të mos menaxhimit të, siç janë vënë në re, të burimeve të energjisë apo të probleme të tjera, sepse Kosova në vend që të zgjidh problemet e mbetura me Serbinë, i le kohë Serbisë të akumulojë dhe merret me vetvetin, me qeveri që s'po realizojnë dot ta zgjidhin. Që në gjitha intervistat që kemi qenë së bashku dhe për këtë çështje, kryesisht, uroj që kjo intervistë të jetë të fundit, por nuk besoj, jam munduar me gjithë qenjen time që të mos flas në rastin e përveçëm, gjithmonë përgjithshëm. Këtu dihet një fajtor. Fajtori është kryeministri, fajtori është partia që ka fituar shumicën e votave. Sa janë të na ndihmu, sa janë të na pengu këto, është shumë evidente. Miliona dollar, si euro, që kanë qenë të dedikuara për Kosovën, nuk mund të shfrytëzojmë. Edhe nga marrëdhëniet brenda procesit të asociimit Bashkimin Evropian. Miliarda dollar ka investuar qeveria amerikane, edhe ato nuk do t'i shohim. Që unë, me të drejtën, kjo prishje e marrëveshjeve, raportet të avancuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ketë pasoja shumë mëdha. Që i vetëdijshëm periudhës së kësaj qeverie, as kemi pothuajse as njohje. Pse? Sepse Shtetet e Bashkuara janë tërheq, Shtetet e Bashkuara nuk kanë mujt me këtë njeri të bashkëpunojnë. Edhe pikrisht, ma merr mendja, kjo deklaratë që u dha nga ambasada amerikane ka qenë për ta hedhë poshtë një mashtrim që e kanë lancu kryeministri dhe lëvizja vetëvendosi se ne kemi raporte të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara, kur më të mira se kemi pas. Okej, tashi, mu sot më ranë sy një diçka. Sot, një përfaqësues i lartë ushtarak amerikan ka takuar ministrin e mbrojtjes Kosovës dhe është folur për dronët që janë dhuruar qeverisë së Kosovës. Pra, mbështetja amerikane për Kosovën si Kosovë, nga pikpamja ushtarake, nuk është pezulluar. Ndëgjë, ato janë marrëveshje që janë lidhë më herët. Dhe natyrisht marrëveshjet që janë lidhë më herët, ato respektohen. Këtu duhet të ketë parasysh. Ambasada amerikane ka qenë shumë e qartë. Gjë që shumë rrallë ndodhë diçka që nga ambasada amerikane të shkruhet, lëshohet një njoftim që t'jetë aqikjartë. Sigurisht se marrëveshjet, investimet cilat janë në rrjedha, aty nuk thuhet që janë ndërprej gjitha, ndërprej dialogu strategjik me Kosovën për shkak të kryenëqësisë, mos bashkëpunimit të kryeministrit me ambasadën edhe me shtetin amerikan në përgjithësi. A mund shihet kjo si ndërhyrje në punët e brendshme? Absolutisht, që unë mendoj që Amerikën na kemi mik, duhet ta kemi mik të përjetshëm, sepse e thash pak më parë në fillim kontributin e Amerikës, po them edhe tash pa Amerikën e pa mbështetjen e Amerikës nuk do të isha asun këtu, nuk do të kishim folë për Kosovën, prandaj nuk është absolutisht ndërhyrje. Unë mendoj sa është e ndamshme kjo që po tham, ndoshta vështirë me më kuptu, aq është edhe dobishme ky vendim i Shtetit Bashkuara të Amerikës. Është e dëmshme se humbim shumë, po është e dobishme që të themi stop kësaj qeverie, stop këtij njeriu se Kosova është duke shkuar nga shkatërimi. Që preket një diçka, drejtat e minoritare për hir të mbulimit të gjitha këtyne dështimeve gjatë kësaj qeverie për gati 5 vite. Pikrisht, ta kryte në fund, pikrisht për më arta ajo, se kjo parti është duke munduar ta krijojë një gjendje të tillë, ose je me listën serbe,
ose je me vetëvendosjen. Me qenë me listën serbe, je kundra shtetit Kosovës, je kundra Amerikës, je kundra gjitha saj që kemë punu, që e ka shprej edhe kryeministri do ta krijojmë një republikë tretë. Çfarë republike tretë? Cili është ai shtet? Kush të mbron ty për me pas një republikë tretë? Edhe pikërisht se bëna një prerje për shkak të mos suksesit dështimeve tjera, tash tentohet të krijohet një polarizim. Dhe natyrisht kjo ka ndodhur para zgjedhjeve lokale, kjo i drejtohet edhe popullit, i drejtohet edhe votuesve. Unë besoj thellë, edhe pse një pjesë e madhe se ka fitu 42%, janë të ri edhe me këtë demagogjinë e tij ka arrit të përvetsoj, po unë besoj shumica do të shihnin rezultat, do të vendosin stopin kësaj politike edhe këtij individi për shkak të shkatrimit të gjithë asaj që kemi kriju deri sot. Megjithatë, po të shohim situatën në veri Mitrovicës, nuk ka qenë kjo shtrirje sovranitetit Kosovës në veri. Të flasim të vërtetën. Kjo është sa për mos tham me një mashtrim, një fasadë. Sa nuk është reale. Nuk është reale për shkak se unë thash... Parnej u mora se ju ti ke qenë Kosovë, unë e gjykoj në larg. Veç presim, Rafael, zgjedhjet lokale. Me 12 tetor kemi pas gjendjen këtë tjetër. Do të thënë gjyqtar, do të thënë policia, do të thënë gjitha organet, edhe ti nuk do ta kesh ma kontrollin. Në instancën e fundit, na nuk jemi një shtet, ose nuk ka shtet në botë që mundet me dhunë me majt një shumicë. Populli serb në Kosovën veriore janë shumicë dërmuese. Okej, me që ke qenë në Kosovë, me që ke pasur takim, me që ke qenë edhe rektori i Universitetit Kosovës, mund të kesh pasur edhe njohje me profesor sërb të minoritet. Si e gjykojnë ata? Më intereson këndvështrimi tjetër. Shiqo, ata janë të ndamë në 2 ose 3 grupe. Grupi kryesor që investon në Serbia janë idhtarët e listës serbe. E dim na gjithë. Nuk po them, kisha me dash dhe gjusë me kuptu, nuk po them se unë jam për listën serbe. Unë jam për respektimin e drejta, për respektimin e kushtetutës. Një pjesë janë këta ku aty ka investu shumë edhe qeveria serbe, gjithësisht Vučići. Pjesa tjetër janë për shtetin e Kosovës, një pjesë janë neutrale. Janë një pjesë, një deputet ka fitu që pranon këtë sovranitetin e Kosovës, i pranon ligjet e shtetit. Po, është deputet të tjera. Mirë po, shumica dërmuese nuk e pranojnë, po ajo çka duhet ne duhet të punojmë shumë ngushtë me partnerët tanë, Bashkimin Evropian, fatkeqësisht së të kësaj dite që po flasim na jemi në sanksionin Bashkimit Sovjetik për shkak të Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian. Së të kësaj dite i vujmë ato. Mirë po në bashkëpunim me Amerikën edhe partnerët tanë evropian, ne duhet ta shtrim sovranitetin. A ka më marrë kohë? Sigurisht ka më marrë kohë. Mirë po na nuk duhet të ndalemi, na duhet një gjë ta dimë se me dhunë nuk mund ta bëjmë atë. Kisha me qenë shumë i lumtur që po të arrihe kjo që ka fillu ish kryeministri Kurti, mirë po realisht ajo nuk mund të realizohet edhe nuk ka mujtë me realizuas, edhe sot e kësaj dite ki këforin atje, edhe sot e kësaj dite ministrat ose njerëzit e caktuar nuk mund të kalojnë. Është një problem. Përgjithsisht, ky është problem midis vendeve të vogla dhe superfuqive, ose vendeve të fuqishme, si Shtetet e Bashkuara në këtë mes. Politika e jashtme e vendeve të vogla duhet të jetë edhe të mbështetet disi edhe nga drejtimi, tendenca e fuqive të mëdha në këtë rast të Shteteve të Bashkuara. Pra, interesat e Kosovës nuk i mbron dot Kosova se e ka të pamundshme ushtarakisht, nuk i mbron dot edhe pse ka prishur
edhe jo vetëm për fajt të kryeministrit të Kosovës, por dhe kryeministrit shqiptar, raportet midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë Kosovës, por prishja e raporteve me aleatin ton të fuqishëm me Shtetet e Bashkuara, që tashmë është e dukshme, se nuk është diçka që përflitet, po tashmë është e thënë qartë, a mos po përpiqen Shtetet e Bashkuara të rrëzojnë kryeministin Kurti? Nuk e di, janë një pyetje të cilës unë s'mund t'i përgjigjem, po atë çka di duhet i tërë populli në mënyrë demokratike ta rrëzojë këtë qeveri, sepse me këtë qeveri nuk mund të shkojnë përpara. Në momentin kur ka fitu, kam pas dhënë një deklaratë se ka ndodhur diçka mirë për demokracinë, i kishte mbi 50%, mendova, kishte premtuar shumë, e të mendova që do të bëjnë ndonjë ndryshim. Sot, mas 5 vitesh, të gjitha të shpresa që i kam pas, të gjitha kanë vdek. Ma nuk ka një shpresë që mban mua, se mban dikën përpas asaj pjesës që fatkeqësisht janë pjesë e madhe, po mund të quajmë që janë të mashtruar, apo është pastru truni e tjera, nuk isha me dashur me se nuk është punë e imja, po kjo që po them, sipas mendimit tim gjithmonë, se unë jam intelektual i pavarur, në këto momente që po flas vetëm në emrin tim personal dhe po jap bindjet e mia personale, ndoshta është hera e parë që jam pak më rigoroz, pikrisht për atë që i kam pa pasojat, për atë që po shoh ka të shku Kosova me këtë qeveri, për atë që kemi humbur partnerët tanë, për atë që mendohet të krijohet një ndarje e popullatës, jo mbi baza të benefiteve e të progresit të Kosovës, po mbi bazën e stagnimit edhe të izolimit të Kosovës. Kosova sot është e izoluar. Kryeministri ynë udhëton pak shtete, përpas shtetet që udhëton privatisht, dhe kur shkon për marrëveshje ndërkombëtare që është i obliguar për shkak, po mendoj, bashkimit evropian apo Shtetet Bashkuara kushdo që merr do iniciativë. Po kjo për ne është shumë shqetësuese. Prandaj e nisa në fillim, po dola në tjetër temë, sa ka qenë e damshme i prish raportet, është e dobishme për ne se let ta kuptoj populli se kjo qeveri, ky kryeministër ka mashtruar shumë herë. Me im përmen është e pamundur, po mashtrimi më i madh ka qenë, edhe unë disi kam dashur me besu se ky po i merr këto vendime kaq ekstreme, ndoshta ka një marrëveshje në prapavillë, kështu kanë thënë. Çdo gjë është e koordinuar me Shtetet e Bashkuara. Duhet që është veç edhe një mashtrim i radhës. Po mirë, kryeministri Kurti, nga prishja e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, nga pikpamja individuale, nga pikpamja partijake, çfarë fiton? Për ne kjo është pyetje që kishim dashur të drejtu atij, po unë çka fiton në këtë moment mendoj që vetëm gjë që fiton prek një gjendje që gjithë dëshirojmë me pas me shtri sovranitetin në Mitrovicën e Veriut, edhe fiton që i shtyn të zgjedhje edhe ndoshta me atë rrjetin e tij të mashtrimeve mund të arrit edhe fatkeqësisht që nuk isha me dashtas, nuk më besu të arrit edhe numrin e votave, do kjo fiton. Një gjatë du të me di, kjo kryeministër nuk e ka pranuar kur shtetin e Kosovës. Kjo kryeministër nuk i ka pranuar kur simbolet e Kosovës. Bashkove të fundit prej kur, se nuk i ka pranuar. Kjo kryeministër është shprehur për një bashkim kombëtar, pse jo? Asate, ku janë shpreh, ku janë se raportet Shqipëri-Kosovë? Absolutisht. Cilin premtim e ka mbajtur deri sot? Asnjë premtim. Është shumë e dhimbshme kjo që po them. Nuk kemi ashta do premtimet që janë minore, nuk isha me dashur munal, po premtimet që kanë qenë madhore,
Asi premtim, nuk i ka respektuar as premtimet, gjithsesi në shkrimet e veta. Nuk e respekton as ligjin. Për shembull, sot në momentin që po flasim, kjo qeveri që është në largim, kujdestare, që e si dush është antikushtetuese, sipas ligjit që vetë ka marrë, nuk mundet me qenë edhe deputet, themi edhe kryeministër, sot vetë është edhe deputet edhe kryeministër. Domthonë ka një numër shumë të madh se më kishin ndoshta orë tëra me i përmend devijimet, mashtrimet aty kështu pak më thjesht, të cilat ky kryeministër i ka bërë gjatë kësaj periudhe se tij që është në politikë. A mendoni ju që marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara do të afektohen, dëmtohen për një afat të gjatë, apo është diçka që mund zgjidhet shpejt? Unë besoj, ndoshta po du me besu që qeveria amerikane, investimin aq të madh që e ka bërë për në ndihmu neve, kemi qenë minoritet. Me ardhur deri në këtë pikë, nuk do ta hedh poshtë shumë lehtë. Ata kanë qenë shumë të qartë. Ata kanë pezullu atë marrëveshje për shkak mos bashkëpunimit të kryeministrit. Domthonë kjo nuk është kundër shtetit. Kjo është dedikohet një personi, një partije. Edhe unë jam thellë i bindur se në zgjedhjet tashme të dash Zoti që të kemi raporte tjera, nuk i takoj asnjë parti politike. Po mirë, zgjedhjet e ardhshme të kemi, mendoj që zgjedhjet janë të pa evitueshme, në bazë asaj që po shohim, edhe të kthehen raportet që i kemi pas me Shtetet e Bashkuara, raportet me Bashkimin Evropian, raportet me Shqipërinë, raportet me shumë shtete tjera. Në rregull, po dhe edhe një qëndrim vetëm prej jesmeni nuk mund të kesh edhe me fuqi të mëdha, sepse ke dhe interesat e kombit tënd. Domethënë ti thuash po Shtetet e Bashkuara, natyrisht je një vend i vogël, po duhet të harmonizosh interesat e kombit tënd, të vendit tënd me interesat edhe të fuqisë madhe. Kjo është shumë e vërtetë që po thuni, po nëse se prek në kushtetutë, prek në minoritar, ku kemi marrë zotime edhe na, gjatë krijimit të Shtetit Kosovës, ka marrë zotime edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti të prek një diçka që nemën të ndonjë diçkajt madhore jetë i damtu Shtetin e Kosovës. Prandaj këtu askush nuk është kundër, edhe jam thellë i bindur, aq më pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të na përkrahajnë mbrojtjen e interesave tona, na kanë përkrahur deri tash. Po Shtetet e Bashkuara na s'kishim mujt të pas 117 njohje, s'kishim mujt të pas as ushtri, as pavarësi, as pothuajse, që sa investimet janë bën gjitha fushat. Ajo është një fakt. Profesor, problemi i njohjeve, për mendimin tim, duke qenë se antarët e Këshillit të Sigurimit janë dhe Kina, edhe Rusia, vështirë edhe sikur të sigurohej numri i nevojshëm i njohjeve nga OKB-ja, nuk do t'ja linin Kosovës të merrte vend në Kombet e Bashkuara. Ka plot shtete që nuk janë anëtare të Kombeve të Bashkuara, po funksionojnë, nuk është problemi, po kishim mund të bëhemi mund të bëhemi antar të Këshillit të Evropës që na ka penguar pikërisht mos bashkëpunimi i kryeministrit me Shtetet e Bashkuara, edhe me Bashkimin Evropian e kisi dënim, nuk jemi sot antar i Këshillit të Evropës. Nuk na pengon me qenë antar i NATO-s. Janë disa mekanizma, organizata... Interpolit, të gjitha to, kemi qenë shumë afër, po pikërisht mos bashkëpunimi i kryeministrit dhe i kësaj qeverie me partnerët tanë është si rezultat i mos inkuadrimit të Kosovës në këta organizma ndërkombëtar që i përmendëm së bashku. Për ta mbyllur pak a shumë bisedën, sipas opinionit tuaj natyrisht, nëse qeveria Kurti nuk reagon sipas pritshmërive që ka dhe ky veprim i Shtetit të Bashkuar, se ka një synim, a kupton?
Çfarë pasojesh mund të ketë për të ardhmen politike dhe ekonomike të Kosovës? Pasojat janë të paparashikueshme. Unë mendoj, shpresoj që kjo do të jetë afat shkurtër, do të kemi zgjedhje të reja, se nuk pres që ky kryeminist dhe kjo parti do të ndryshojnë qëndrimet e tyre, fatkeqësisht as kryetarja, as edhe kryetarja, ndoshta për interesat veta, u pozicionu ka vija kryeministrit duke mos si pranu, duke i kritiku vendimet e gjykatës kushtetuese. Kjo është ajo që na do të humbim, do të humbim shumë. Po natyrisht, unë shoh që do të fitojmë se populli duhet njëherë përgjithmonë ta kuptoj. A është për Kosovën, cilën e kemi kriju me munde, me gjake, me ndimin e partnerve tanë, për një kohë jo qatë luftës, së UÇK-s, po kjo është një proces që daton prej kur jemi okupu 1912 e këndej, apo për një republikë tretë imagjinare që e mendon kokën e tij Kurti, që është shtet i izoluar, shtet pa miq, që jam thellë i bindur, këta po tha me përgjegjësi se pa bashkëpunim, pa ndonjë marrëveshje sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund vendoset kontrolli mbi pjesën veriore të Kosovës. Edhe pyetja e fundit pak a shumë për ta mbyllur bisedën. A mund të ndikoj kjo masë e marë në dialogun Kosovë-Serbi? Natyrisht Serbia e sheh me si diçka mjaft pozitive për të, ja mbyllën derën Kurtit. Fatkeqësisht, ai që po fiton më shumë në këtë proces ajo është Serbia. Serbia është shteti që ka pas fatin më të madh që na kemi një kryeministër si Kurti, sepse ka arrit të rinjallet prej një shteti që ka kryu gjenocid, sot është një shtet që ka kryu lob shumë të fuqishëm edhe në Amerikë, ish ambasadori Amerikan që ka qenë shumë përkras i shtetit Kosovës, sot është Hill, është shumë përkras i kësaj politike, edhe ata janë tash në takimin e fundit që pat Marko Gjurić me Rubio, me këtë sekretarin shtetëror amerikan, kanë inicu me pas edhe ata një strategji ngjajshme, zhvillimore, sikur se ka pas Kosova deri tash. Domthonë, ato që i kemi pas na, është rrezik që... Ata po përpiqen t'i bëj. Unë e di kaukus i Serb në Kongres me Claudia Tënin edhe me një tjetër, madje i quan një letër presidentit Trump që të vizitonte si Kosovën edhe Serbinë, ishte shumë e dyshimtë sepse unë e di që ajo është pjesë e kaukusit Serb këtu, madje ka pasur takimet të fsheta dhe me ish dërguarin e presidentit Trump për problemin e Kosovës, Rick Gërnellin. A mund të shihet gishti i Rick Gërnellit në këtë? Unë nuk besoj, unë mendoj fajin du ta kërkojmë të qeveria jonë të njerëzit tonë. Sigurisht njerëzit anash nuk ndalet, Serbia nuk është ndalë kur dhe nuk ka mund ndalë kur. Ne aty nuk mund ndikojmë, po duhet jemi na ata që nuk duhet t'ju lëm hapësirë. Edhe që ta përfundojë të marrëveshjen, sigurisht Shtetet e Bashkuara nuk morën vendime pa i njoftuar dhe partner tjerë, dalë të marrëveshja, sigurisht edhe marrëveshja paqësore Kosovë-Serbi ka mos be. Ndoshta edhe nuk ka me vazhdu për shkak se ma Evropa e as Amerika nuk i besojnë ti njeri. Ky njeri ka marrë zotime, ka nënshkru marrëveshje, edhe ato marrëveshje... Po nga në tjetër, si ti besojnë Serbisë, ku Serbia është aleate me Rusinë, aleate me Kinën, dhe nuk tregon shenja që kur Serbia dhe Vučić është në presionin politik të opozitës brenda vendit, është një situatë krejtësisht e paqartë. Që
Rafael, gabimin më të madhin që bëjmë na pikërisht që bëjmë këto krahasime. Ato që po i thuan është e vërtet për Serbia shtet. Ne ende nuk kemi shtet, ne ende nuk e kemi shtri sovranitetin, ne kemi obligime më të mëdha se sa Serbia. Serbia nuk ka kurfar sanksionesh i ka te kalu gjithë ato, Serbia është komad, zhvillon politikën e vet, edhe na turbullon ujt, po na nuk guzojmë, po tham për herë 2 të 3, na nuk guzojmë që t'ja mundsojmë ose t'ja shtrojmë terrenin Serbisë që ajo ta plasoj politikën e vet. Na dim çfarë interesash ka Serbia. Serbia ma përpara kjo qeveri, ndoshta unë mendoj që nesër pas nesër edhe ai popull ka me i hap syt, kanë marrë qeveri tjera, po kjo qeveri nuk është në gjendje, ndoshta ma përpara pranon vdekjen se sa me pranu pavarësinë e shtetit Kosovës. Na këta e dim. Kjo neve nuk duhet me na prengos, duhet me na prengos veprimet tona. Na po ja lehtësojmë punën në Serbi, fatkeqësisht. Ne me të një patriotizmi, ne me të shtrirjes sovranitetit në pjesën veriore, në gjëra tjera, në vend se mu marrë me gjëra tjera, se ai sovranitet është garantu me kushtetut, ti dhe me dash nuk mundesh. Në kushtetut garantohet të gjitha drejtat e minoritetit serb. Prandaj ata plani Atisarit edhe ndërkombëtarët e kanë ditë që mund vim deri në një gjendje tillë, gjetë një parti që ndoshta me vetdije ose pa vetdije do të insistojë, do ta shkel kushtetutën. Prandaj e kanë vendosur kushtetutë. Aty po të isha kryeministër, nuk do të kisha prek. Unë do të kisha vepru, do të isha forcu si shtet, do të kisha kërku prej partnerëve tanë, në këtë rast prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, që të na ndihmojnë, na sponsorizojmë edhe gjithmonë na kanë ndihmu. Deri tash edhe sigurisht na kishin ndihmu, po tash tutje këto raporte, kjo ftofje raporte, kjo mosdëgjueshmëri, kjo kënaqësi, kisha me qujt thjesht kryeministrit edhe partisë në pushtet, atë angazhim, atë zell, atë entuziazëm që ka pas Amerika, që na ka rrit sikur fëmijë, sikur bebe, është kujdes. S'ka pas qeveri që nuk është pranu prej organe më të larta deri te presidenti. Sot kryeministri që 5 vite ka qenë në Amerikë vetëm me bë vizita private. Profesor, pa dashur, ju përmendet një fjalë që është titulli i një reagimi tim sot në gazetën Dielli, diplomacia dhe kryenicia. Është një ndeshje midis diplomacisë amerikane dhe kryenicisë së kryeministrit Kurti në këtë mes, por ai që dëmtohet është populli i Kosovës, ajo që dëmtohet më shumë është Kosova. Interesave politike, interesave ideologjike i ka ardhur fundi, duhet të kemi interesat tona patriotike, interesat tona kombëtare mbi të gjitha, dhe këto interesa kombëtare ashtu sikurse ram dakord, mbrohen më së miri duke u mbështetur tek një aleat i madh dhe më i fuqishëm siç janë Shtetet e Bashkuara. Po humbën këta aleat, natyrisht kemi humbur edhe betejat e tjera. Edhe kjo është fatkeqësi. Unë shpresoj që ky vendim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do t'i hap sytë të gjithë votuesve, gjithë popullit shqiptar, edhe të shohin ka dëshirojnë të rreshtohen. Unë uroj që kjo politikë e izolimit, kjo politikë e armiqësisë, kjo politikë kundër interesave të Shtetit Kosovës të përfundoj sa më herët. Sa më herët që të përfundoj, aq më mirë do të jetë për popullin e Kosovës, aq më mirë do të jetë edhe për partnerët tanë. E mos flas, ndoshta edhe ata që kanë vdek do të ndihen të lumtur, e do të jetë shumë më mirë edhe për ata që ende s'kan lind, prandaj le t'i hapim syt, kthehemi ka progresit, kthehemi ka interesi jon, kthehemi ka Kosova, kthehemi ka partnerët tanë, se vetëm në atë mënyrë na mund të shkojmë përpara, mund të realizojmë qëllimet tona, për të cilat kemi derdh shumë gjak, kemi derdh shumë djerës, të cilat janë të shejta, po të cilat pa ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve tanë nuk mund t'i realizojmë. Profesor, ju faleminderit që ishit në studio, që jeni i mirëpritur kurdoherë për opinionet tuaj, opinionet të një intelektuali me shqetësimin
e zakonshëm të çdo shqiptari për mbarvajtjen e fateve të Kosovës, pavarësisht qeverive, se qeveritë shkojnë e vinë, por Kosova dhe Shqipëria mbetet, edhe e dhënë të Zoti që të jemi të dy në një shtet, por kjo ka kohën e vet, edhe natyrisht nuk mund të realizohet pa atë çka thamë, pa mbështetjen e gjithanshme amerikane. Ju faleminderit. Faleminderit. Kjo nuk ishte natyra ime që diskutoj, për vërtet ishte fundi i durimit tim. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund të emisionit ton Argument me të ftuarin tot sot në studio, profesorin Demaj, Marian Demaj, ish rektori i Universitetit Kosovës. Diskutuam me zhvillimet e fundit të raporteve midis Shtetit të Bashkuara dhe qeverisë Kosovës. Miru takofshim në emision tjera.